Përshëndetje, sot do t'ju tregoj recetën e rethënikut me puri. Përbërësit që na duhen janë 500 gram mill, 300 ml ujë, pak mill për më na ndihmu me i hap petat, vaj lule dielli, biber zi, kryp, ajk apo krem qumshti, edhe diku 1 kg puri. Po ja fillojmë me përgatitjen e purive që do të përdorim për mbushjen e rethënikut. I coptojmë purit. Purit i kom la. Kur t'i lani keni kujdes, lani mirë në përfleta. Edhe po ja fillojmë i coptu. Edhe kështu i coptojmë krejt për rejt. Tash i qesim me i fërgu. Marim enën ku do na i fërgu. E ndezim zjarmin në temperaturë mesatare. I fërgojmë me pak vaj. Po duket shumë, po kur të fërgohen këto zboglohet shteren. Kur të zbuten purit edhe avullohet langu i purive, atëherë i qesim krypën. Për fillim, t'ja qes një lugë kryp e ma vonë edhe provojmë. Është lugë e vogël e qajit. Edhe një lugë biber zi. Do thot lugë e qajit e vogël. Tash këtu i qesim ajkën, kremën e qumshtit, po i qesim pak, jo shumë. Një kash, përzim edhe shokim. Ka nevoja la. Pak ajk. Ajk apo krem qumshti nuk ka nevojë me qitë mo, ka mjaft. Tash e mshelim zjarmin, edhe e provojmë a ka mjaft kryp e biber zi. Ka nevojë ala kryp. Ja qesim edhe një lugë të
lugë qajit. Dhe një lugë biberci. Përzim edhe probojmë prapë. Kryp edhe biber kam mjaft, do thot 2 luga qajt kryp, 2 luga qajt biber, taman është. E lem tash kështu muftof. Tash vazhdojmë me pregaditjen e brumit. 300 ml ujë, një lugë të ushqimit kryp, jo shumë të mbushur, tamam, prashpsht. 2 lugë vaj, i ndihmon petës mu hap ma lehtë. E përzim pakës. Ja filloj me qitë millin ka pak. Milli është tip 500. Edhe përzim. Kute përzim e bojmë brumin. Tash e marrim këtë millin që kemi nda pakës. Brumi duhet me qenë i butë. Masat 2 kg mill, 300 ml ujë të ngrohtë është tamam. Pak e formojmë brumin. Tash këtë brum e ndajmë në 3 pjesë. Mundësisht të barabarta.
formojmë kulesht. Edhe kështu i lejmë me pushu një 10 minuta. Po vazhdojmë me hapjen e petve. Kur t'i hapni petë, është mirë temperatura e dhomës ku punoni me qenë ngrohtë, se petë hapen ma lehtë. E lujmë pak me vaj. Edhe tash vazhdoj me hapim me dorë. Po duket shumë e komplikuar, po shumë lehtë është. Kur e shihni që peta është e hapun holl, mjaft, edhe nëse shkyhet pakës, mos u dorëzoni. Ja fillojmë e qesim urinin. Mbushjen e qesim rreth e rrotu. Tash ja fillojmë me pështjell. Kapni fillim e ngreni pak brumin, edhe qitnim përmi. E lym pak me vaj. Vazhdojmë e rrotullojmë. Tash herën e tretë kur e rrotullojmë, e ngrehim pakës edhe o rrotullojmë. E ngrehni, rrotulloni.
Dhe kështu vazhdoni duke e pështjell e duke e ngret derisa të shkyhet vetë peta, të hollohet shumë. Kur të pështillni krejt, tash është gati me qitë në tepsi. Marrim tepsin, e lym pak me vaj. Edhe ja fillojmë me formu rethenikun. E preni me një anë. Edhe ja filloni me sjell tepsi. Dhe procesi është tërësisht i njëjtë edhe me 2 kulesh që na kanë mbetur. Lym pak me vaj. Edhe kështu e lejmë me pushu derisa të na nxehet fura. E ndezim furën në temperaturë maksimale, që në furën time është 240 gradë Celsius, dhe kështu e lejmë me u nxeh fura. Tash 10 minuta fura po nxehet. Tash peqesim me pjek. Retheniku është pjek. E kena pjek diku 23 minuta. Tash e lejmë u ftof, mirë po e marrim një pincet, e lagim. Edhe kështu me pincet lagt e mbulojmë. Edhe e lejmë me u ftof me pushu një 10 minuta para se me shërby. E frejmë rethenikum. Peshes në këtin që me prej ma letë.
Po duket që është pjekë shumë mirë. Po shpërfrejmë. Ja pra, kjo ishte edhe një recet e rrethinikut, kësaj radhe me puri, përgatitet shumë shpejt, është shumë e shishme. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.